në qetësi. S'do të më lësh shpirtin në tokë, as nuk do të lejosh që shenjti yt të kalbet në dhe. Më ruaj o Zot, sepse në ty shpresoj. Ti do të ma tregosh udhën e jetës, gëzimin e plot para fytyrës sate, kënaqjen e amshueshme në të djathtën tënde. Më ruaj o Zot, sepse në ty shpresoj. Të lutemi. O hyj ati i besimtarve, ti që në mbar botën i shton bijtë e premtimit tënd, duke ulluruar hirin e birësimit, dhe me misterin e pashve birin tënd Abrahamin e bën atin e të gjitha kombeve, si ishe betuar, bëj që popujt e tu ta pranojnë denjësisht hirin e grishës sate me për Krishtin Zotin ton. Lexim prej librit të Daljes. Në ato ditë, Zoti i tha Mojsiut: "Përse po lëshon klithma ka unë? Urdhëroju bijve të Izraelit të nisen. Ndërkaq ti çoje shkopin tënd dhe shtrije dorën tënde përmbi det e ndaje, kështu që bijtë e Izraelit të kalojnë përmidis të detit në përterik. Unë do t'u aguroj zemrën egjiptianëve që t'ju përndjekin. Unë do t'a dëftoj madhërinë time në faraonin e në mbar ushtrinë e tij, në karroca dhe në kalorës të tij. Kështu egjiptianët do t'a kuptojnë se unë jam Zoti, kur t'jem madhëruar në faraonin, në karrocat e kalorësit e tij." Engjëlli i hyjit që u printe çetave të Izraelit doli pas tyre, po ashtu me të edhe shtylla e res prej përpara doli prapa. Zurive ndërmjet ushtrisë së egjiptianëve të izraelitëve. Reja ishte errët për egjiptian, kurse izraelitëve u andriçonte natën. Kështu nuk mundën t'i afrohen njëri tjetrit krejt natën. Atëherë Mojsiu e shtriu dorën mbi det. Zoti e shtyri gjithë natën detin me anë të një ere të fortë e të nxehtë dhe e thau: "Ujërat u ndanë. Bijtë e Izraelit hynë përmidis të detit në përterik, sepse uji ishte bërë pothuajse mur në të djathtë e në të majtë të tyre. Edhe egjiptianët që po i ndishnin hynë pas tyre, mbar kaloria e faraonit, karroca e tij e kalorësit në midis të detit. Kishte ardhur koha e rojës së mëngjesit, dhe ja, Zoti ja lëshoi një sy prej shtyllës së zjarrit e të res ushtrisë së egjiptianëve. E pështjelloi, ja frenoi rrotat e karrocave saqë mezi mund të lëviznin. Atëherë thanë egjiptianët: "Ti ikim prej izraelitëve, Zoti po lufton për ta kundër nesh." Zoti i tha Mojsiut: "Shtrije dorën mbi det. Ujërat le të hidhen mbi egjiptianët, mbi karroca dhe kalorës të tyre." Kur Mojsiu e shtriu dorën drejt detit në mëngjes, herët deti u kthye në vendin e mëparshëm. Egjiptianët, duke u munduar t'i iknin, ujërat u vinin drejt tyre. Kështu Zoti i mbuloi me tallaze në midis të detit. Ujërat u kthyen dhe i mbuluan karroca e kalorës të mbar ushtrisë së faraonit, të cilët për të ndjekur izraelitët kishin hyrë në det. S'shpëtoi prej tyre asnjë përbe. Kurse bijtë e Izraelit kishin udhëtuar midis të detit përterik, dhe ujërat për ta ishin bërë si mur në të djathtën e në të majtë të tyre. Po në këtë ditë Zoti e shpëtoi Izraelin prej duarve të egjiptianëve. I panë egjiptianët e vdekur përmbi bregun e detit dhe dorën e fortë që e ushtroi Zoti kundër egjiptianëve. Populli i dha nderim Zotit, e vuri besimin e vet në Zotin dhe në Mojsiun, shërbëtorin e tij. Atëherë Mojsiu dhe bijtë e Izraelit
e kënduan këtë këngë në nder të Zotit e thanë: Le t'i këndojmë Zotit, sepse mrekullisht nga dhënjeu, kale kalorës plandosi në fund të detit. Fjala e Zotit. Falenderoj. I këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e Tij. Këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e Tij. Le t'i këndojmë Zotit, sepse mrekullisht nga dhënjeu, kale kalorës plandosi në fund të detit. Zoti është forca dhe fuqia ime. Ai, veç ai më shpëtoi. Ai është hyji im, atë lavdëroj. Ti këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e Tij. Ti këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e Tij. Është hyji ati tim, atë e lartësoj. Zotin askush se mund, jave emrin e ka. Qere e ushtri të faraonit në deti plandosi. Luftëtarët e tij të zgjedhur deti i kuq i mbuloi. Pellgu i përpiu, humbën siguri në pus. Ti këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e Tij. Këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e Tij. E djathta jote, o Zot, fuqi e tmerueshme, e djathta jote e goditi armikun, do t'a shtish dhe do t'a mbjellësh në malin e trashëgimit tënd. Ti këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e Tij. Ti këndojmë Zotit, e mrekullueshme është. Në banesën tënde të përhershme, që ti vete përgatite, o Zot, shenjtërore, o Zot, me duart të tua të përftuar. Zoti do të sundoj për gjithmonë e motë të jetës. Ti këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e Tij. Këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e Tij. Të lutemi. O hyj, ti bën të shndrisin edhe në ditët tona mrekullitë e dikurshme. Atë që me fuqinë e të djathtës sate ke bërë me popullin hebre, kur e lirove prej ndrydhjes së faraonit, e kryen edhe tani, me ujin e rilindjes për shpëtimin e kombeve. Bëj që të gjithë njerëzit e botës të numerohen ndër bijtë e Abrahamit e të bëhen pjesëtar të nderit të popullit të zgjedhur nëpër Krishtin Zotin ton. Lexim prej librit të Isaias profet. Krijuesi yt do të jetë fati yt. Emri i tij është Zoti i ushtrive. Shpërblyesi yt i shenjti i Izraelit. Ai quhet hyji i mbar tokës. Sepse si një grua të lënë që vua në shpirt të thirrë Zoti, grua e vjetëve të rinis, a mund të përbuzet? Ka thënë hyji yt, për pak kohë të lash, por po të rimar me dashuri të madhe. Në momentin e felgrimit e fsheha pakës prej teje fytyrën time, por me dashuri të amshuar pata dhimbje për ty, tha Zoti shpërblyesi yt. Tashti është për mua si në ditët e Noehit, kur u përbetova se ujrat e Noehit më nuk do të vërshojnë tokën, po ashtu u përbetova se më nuk do të hidhërohem e nuk do të kërcënohem. Malet mund të zhduken, kodrat mund të tranden, por se dashuria ime s'do të zhduket prej teje, as beslidhja e paqes sime nuk do të trandet, thot Zoti që pati mëshirë për ty. Varfanjakja ime stuhishe rrahur, e pa far ngushëllimi, ja, në vend të gurëve do të vë karbunkull,
e themelet do t'i qes mbi safir, pirgjet e tua prej jaspisit, dyert e tua gurësh të pachmueshëm, muret rrethuese të tua gur stolie. Të gjithë bitet tu do të jenë zënës të Zotit, e madhe do të jetë lumturia e bijve të tu. Do të jesh i themeluar në drejtësi, larg do të jesh nga ndrydhja, s'do të kesh pse të rëmbesh, larg nga frika, sepse s'do të afrohet fjala e Zotit. Falenderojmë Ty. Të madhëroj o Zot, pse më shpëtove. Madhëroj o Zot, sepse më shpëtove. O Zot, hyj im, unë të thira e Ti më shërove. Ti o Zot, ma nxore shpirtin nga nën toka, më ktheve në jetë që të mos zbres në varr. Të madhëroj o Zot, pse më shpëtove. Këndoni Zotit, ju o besimtarët e Ti, falenderoni emrin e shenjtë të Ti, sepse një qast zgjat hidhërimi i Ti, e tër jetën dashamirësia e Ti. Mbrëmja vjen me lot, e mëngjesi plot hare. Të madhëroj o Zot, pse më shpëtove. Të madhëroj o Zot, pse më shpëtove. Më dëgjoi Zoti e pati mëshirë për mua. Zoti u bë ndihmëtari im, Ti vajin ma ktheve në valle, ma zgjeshe grathoren time e më ngjeshe me hare. O Zot, hyji im, do të lavdëroj për amshim. Të madhëroj o Zot, pse më shpëtove. Të madhëroj o Zot. Të lutemi. O hyj gjithëpushtetshëm dhe jam shuar, në nder të emrit tënd shumëzoje numrin e bijve të tu, si u kishe premtuar etërve tanë në fe, kështu që kisha tani ta shoh të plotësuar atë që shenjtrit e moqëm kishin besuar në për Krishtin Zotin ton. Lexim prej librit të Ezekielit profet. Fjala e Zotit më që drejtuar e më tha: Biri i njeriut, kur shtëpia e Izraelit banonte në tokën e vet, e pati përdosur atë me sjellje të vet e me veprat e veta. Sjellja e tyre ishte para syve të mi, por si papastërtia e gruas së papastër. Unë atëherë e zbraza zemërimin tim mbi ta, për shkak të gjakut që derdhen përmbi tokë dhe për shkak të idhujve me të cilët e ndotën. I shpërndava ndër pagan dhe i treta në vende të ndryshme. I dënova sipas sjelljes së tyre dhe sipas veprave të tyre. Por edhe në popull, ndër të cilët u shpërndan, dhe të cilët shkuan, e përdosën emrin tim të shenjtë, sepse flitej për ta. Ky është populli i Zotit e ju desh të dalë prej tokës së Tij. Por unë pata nderim për emrin tim të shenjtë, që e çnderoi shtëpia e Izraelit në popull ndër të cilët shkoj. Prandaj, kështu thuaj shtëpisë së Izraelit, kështu thot Zoti hy. Se bëj këtë për ju, o shtëpia e Izraelit, por për shkak të emrit tim të shenjtë, që u çnderua në popujt e të cilët shkuat. Unë do ta shenjtëroj emrin tim të madhërueshëm, të cilin ju e çnderuat ndër popuj. E ndotët në mesin e tyre, që paganët ta dinë se unë jam Zoti. Thot Zoti hy, kur të dëftohem i shenjtë ndër ju e para syve të tyre. Do t'ju heq prej paganëve e do t'ju bashkoj nga të gjitha vendet dhe do t'ju sjell në vendin tuaj. Atëherë do të zbras mbi ju një ujë të pastër dhe do të pastroheni nga të gjitha ndytësitë tuaja. Do t'ju pastroj nga të gjithë idhujt tuaj. Unë do t'ju jap një zemër të re, një shpirt të ri do t'a fus në ju, do t'a nxjerr nga mishi juaj zemrën e gurt, e do t'ju jap një zemër mishi.
Shpirtin tim do të afus në ju e do të bëj që të ecni urdhërimeve të mia e t'i zbatoni e t'i shtini në veprim gjyqjet e mia. Do të banoni në tokën që u adhurova etërve tuaj. Ju do të jeni populli im e unë do të jem hyi juaj. Fjala e Zotit. Shpirti im ka etje për ty, o Zot. Shpirti im ka etje për hyin e gjallë. O, kur do të shkoj e do dal para fytyrës së hyjit. Shpirti im ka etje për ty, o Zot. Si shtektoja në krye të turmës, si prijes, drejt banesës së hyjit, me brohori e këngëlavdi, me procesion kremtues. Shpirti im ka etje për ty, o Zot. Dërgoje dritën tënde dhe të vërtetën tënde. Ato let më prinj, let më përcjellin, në malin tënd të shenjtë, në tendën tënde. Shpirti im ka etje për ty, o Zot. Atëherë do të hyj në elterni hyjit, tek hyi gëzimit të galdimit tim. Do të galdoj, do të këndoj me harp, ty o hyj, hyi im. Shpirti im ka etje për ty, o Zot. Ka etje për ty, o Zot. Të lutemi, o hyj fuqi e pandryshueshme dhe dritë e amshuar, shikoj me mirësi misterin e mahnitshëm të mbarkishës dhe kryeje në paqe vazhdimisht planin e shpëtimit të njerëzve, që mbar bota ta sprovojë dhe të shohë se ti ngre atë që kishte rënë poshtë, për të rinë atë që ishte vjetruar, dhe të gjitha gjërat i bashkon në njësi nëpër Krishtin, që është krijuesi të gjithëve, që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Gloria in excelsis Deo. Deus Dei, Filhos
dhe lutemi. O hyj, ti që këtë natë të shugurueshme është ndrit me lavdinë e ngjalljes së Zotit, ngjallë në kishën tënde hirin e birësimit, kështu që të përtërir me trup e me shpirt, ta kushtojmë shërbesën me zemër të pastër, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Lexim për letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, po a nuk e dini se të gjithë sa jemi pagzuar në Jezu Krishtin, jemi pagzuar në vdekjen e tij, me anë të pagëzimit pra, bashkë me të jemi varrosur në vdekje. Jeta e tij kaloi nga kryqëzimi në vdekje në jetën e mbinatyrshme të hirit, duke përsosur, duke shpaguar me mëkatin e tij çdo gjë që sot ne jemi gjithmonë në ngjallje. Gjithmonë sipas darkës së fundit ku ai e ftoi krijesën njerëzore që të marrë pjesë në atë darkë, në atë kungim të vazhdueshëm, që të jemi pjesëtar të pambaruar të asaj perëndie të përsosur, që gjithmonë të jemi ashtu siç dik njeriu nga vetë natyra njerëzore, ashtu si njeriu vdes, por që mori nga vdekja që mposhti vetë Jezusi, që shpagoi një herë për gjithmonë për gjithë krijesën njerëzore, me gjakun e tij, me kryqëzimin e tij dhe me ngjalljen e tij në tretën ditë, dhe e bëri krijesën njerëzore që të jetë pasosmërisht drejt ngjalljes. Dhe jo, pra tashmë njeriu duke marrë këtë si një pavdekësi nga vetë ngjallja e Krishtit, merr pjesë në jetën e pasosur të perëndërisë së përhershme të hyut, të hirit të saj. Te kishë katolike do lexojnë Ungjilin? Po. Zoti qof me ju dhe me shpirtin tënd. Leximi në Gjillit Shenjtë sipas Lukës. Parendit të javës forheret, shkuan tek varri me rirat e mira që i përgatitën. Gjetën gurin e rrokullisur prej varrit, hyn, por nuk e gjetën trupin e Jezusit Zot. E ndërsa po rinin kështu, marrën mensh nga kjo punë, kur që perëngjatë tyre, u paraqiten dy burrat e veshur me petkat e ndryshme. E kur ato të merruara i ulen syt për dhe, këta u thanë pse kërkoni të gjallin ndër të vdekur, a i se këtu në gjallë. Le të bjerë në men qka ju pati thanë kur ishte në Galile,
Duhet, thoshte ai, që biri njeriu të udhërezoj njerëzve mëkatar, ta kruqëzojnë dhe të tretën ditën ngjallet. Atëherë uran në men fjalët e tija, u kthyen nga varri dhe i njoftuan mbi të gjitha këto të njëmbëdhjetet e të gjithë tjerët. Ishin Maria Magdalene, Gjonja e Maria e Jakobit. Po edhe gra tjera që ishin me to u treguan apostujve të njëjtën gjë. Por apostujt këto fjali moren për tillime e nuk u besuan. Megjithatë Pietri u qua, shkoi vrap tek varri, u perkull dhe pa veten pelkunat. U kthye në shtëpi i habitur, prej krejt çka kishte ndodhur. Fjala e Zotit. Lavdit të qoftë o Krisht. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Unë dua t'ju them të gjithëve mirë se keni ardhur. Por e keni dëgjuar në Ungjil se si engjëjt ju drejtohen grave. Përse keni ardhur të kërkoni midis të vdekurve atë që është i gjallë? Në komente në katedral Ngjella e Krishtit Arkipeshi Metropolitan shkëlqyesia e tij Nxota Rendotej po mban homelin e kësaj ngjarje të madhe qendrore të besimit, e cila e transfiguron njeriu sonde nga një qenie me sklavërinë në mëkatin, një qenie ku drita e Perëndisë ndriçon jetën në gjithë rruzullin. Le ta ndjekim homelin e Arkipeshit. Që nga Edeni e deri në Golgota, të dy ishin kopshnaj. Kopshti i Edenit, kopshti i Golgotës, kopshti i humbjes, kopshti i fitores. Kisha në këtë vit të shenjtë të jubileut 2025, këtu dhe në çdo cep të tokës, këtë natë jeton vigjiljen e shenjtë së bashku me të gjithë vëllezërit e tjerë të krishterë që po bëjnë Pashkë. Ajo përjeton etapat themelore të historisë së shpëtimit. Liturgjia solemne që po kremtojmë është shprehja e kësaj vigjilje, që në një farë mënyre kujton atë të vetë hyjit për të cilën flet libri i Daljes që kemi dëgjuar. Ishte natë vigjilje për vetë Zotin, që t'i nxirrte nga toka e Egjiptit. Kjo është natë vigjilje për të gjithë ne, për t'i dhënë lavdi Zotit brez pas brezi. Në dashurinë e tij të përkujdesshme dhe besnike që ka përcen kohën dhe hapësirën, Zoti vijon të jetë zgjuar për të ruajtur mbar botën. Zoti e ka botën në dorë. Pavarësisht çdo lufte, çdo konflikti, çdo mjerimi, Zoti e ka botën në dorë. Zoti ka në dorë ty dhe mu. Zoti na ka për amshim së bashku në dorë. Kështu kemi dëgjuar në fakt në psalmin e mëparshëm, psalmin 120. Nuk do të flej, as nuk do të kotet ruajtësi Izraelit. Zoti është ruajtësi yt. Zoti do të vigjilojë mbi ty tani e përgjithmonë.
Sa bukur miqtë e mi nëse një farë momenti neve tani të mendojmë që Zoti jo vetëm nuk është kotur, nuk e ka zënë gjumi, po në sa situata bota të ka përgatitur një kurth, armiqt të kanë hedhur një rrjet si merimang, kanë dashur të largojnë, të shtypin me këmbë, po ti je këtu. Zoti është rujtësit. Ti je këtu shenja e vërtetë e ringjalljes së Zotit, sepse Zoti dëshiron të ndezë në zemrën tënde një dritë që nuk shuhet kurrë, mos u skur ajo. Po, edhe viti jubilar që po jetojmë është i ruajtur në misterin e dashurisë dhe për kujdesjes së hyjt atë. Ai vepron gjithmonë për shpëtimin e botës dhe nëpërmjet birit të tij të bërë njeri, udhëheq popullin e vet nga skllavëria në liri, nga vdekja në jetë. E gjithë kjo kohë dhe mbar jeta është brenda kësaj nate të shenjtë. Natë që ballafaqohet me errësirën, po nga e cila buron agimi i jetës. Pasi me mishërimin e Krishtit, me lindjen e tij në Betlehem, me vdekjen e tij në Kalvar, përkujtojmë të njëjtin mister të dashurisë së hyjt, i cili aq shumë, na thot Gjoni, e deshti botën, salla birin e vet të një lindurin që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e pasosur. Kushdo beson. Po, ja vlen të besojmë. Kush beson, fiton. Në vigjiljen e kësaj nate të shenjtë, kisha sot ditë tekstet e shkrimit të shenjtë që shpalosin planin hyjnor nga zanafilla deri tek Ungjilli dhe që fal edhe liturgjisë solemne të Pashkve nëpërmjet zjarrit dhe ujit, i japin këtij krijimtimi një dimension tërësisht kozmik, të gjithanshëm. Në fakt, e mbar gjithësia e krijuar nga hyj është e thirrur të jetë në këtë vigjilje lutje këtë natë, pranë varrit të Krishtit. Para syve tanë kalon historia e shpëtimit, siç kemi dëgjuar në leximet e mëparshme, nga krijimi deri te shëlbimi, nga eksodi tek beslidhja mbi Sinaj, nga beslidhja e vjetër tek ajo e reja në Jezu Krishtin dhe e përjetshme me të. Në këtë natë të shenjtë përmbushet plani i përjetshëm i hyjt që përfshin historinë e njeriut dhe të gjithësisë. Por nuk është vetëm një aspekt historik, është një fakt konkret. Kjo beslidhje në fakt sot konkretizohet edhe në disa vëllezër e motra tanë që në këtë natë të lume, si dikur secili prej jush, ata këtë natë nëpërmjet pagëzimit lidhen përjetësisht me Zotin. Nëpërmjet pagëzimit lidhemi përjetësisht me Zotin. Kjo është natë e lume. Kjo është mrekullia e vërtet që kalon në një heshtje, por në thellësinë e një shpirti të plotë. Në vigjiljen e Pashkve, që është vigjilja nëne të gjitha kremtimeve, çdo njeri mund të njohë edhe historinë e vet personale të shpëtimit, që ka pikën e vet themelore në rilindjen në Krishtin përmes pagëzimit. Kjo është në mënyrë të veçantë përvoja juaj, vëllezër e motra të dashur, që së shpejti do të merrni sakramentit e hyrjes në jetën e krishterë, pagëzimi, krizmimi dhe eukaristia. Ju vini nga histori dhe përvoja të ndryshme jete, nga tradita të ndryshme, nga familje të ndryshme, e kjo larmi historisht thekson për masën universale të shpëtimit që sjell Krishti. Krishti i përqafon të gjithë, është Zoti i gjithësisë. Krishti nuk bën dallime, na fton, na takon, na përqafon. Pikërisht, së shpejti të dashur do të përfshiheni në misterin e dashurisë së hyjit, Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë. U bëft atëherë jeta juaj një këngë lavdije për trininë e shenjtë dhe një dëshmi dashurie pa kufi. Ja, druri i kryqit në cilën varet shpëtimi i botës, e janë i ta adhurojmë. Kështu,
kemi kënduar mbrëm në sheshin Shëm Pjetër. Kështu ka kënduar mbrëm e tër kisha nga Koloseu në skajnë më të largë të botës. Në këto momente, të nderuar të shikues, siç kemi informuar, në Katedralin Ngjallja e Krishtit ka filluar ceremonia e festës së Pashkëve, ku do drejtoj për të lumturia e tij kryebiskopi i Tiranës Durrës Shqipërisë, i zot Johan Pelushi. Por ne jemi tashmë në transmetim të drejt për drejt, duke ngjuar homelin për shëndetjen që Arkiepeskë Metropolitan po vazhdon në Katedralin e Shëmpalit. Le ta ndjekim deri në përfundim të tij. Për ta vajuar trupin e pajet të Jezusit. Kujdesi i tyre është kujdesi ynë. Me ato edhe ne zbulojmë se guri i madh i varrit është rrokullisur. Dhe trupi nuk është më aty, nuk është këtu. Kështu thoshin engjujt, duke treguar varrin bosh dhe pëlhurat për tokë. Vdekja nuk ka më pushtet mbi ta. Krishti është ringjallur. Në përfundim atëherë të kësaj nate të Pashkës, kisha shpall këtë pasi dje kishte shpallur vdekjen e Krishtit në kryq. Është një shpallje së vërtetës dhe jetës. Zoti është ringjallur prej varrit. A jeni të lumtur të besoni në një Zot që nuk e ngjall dikush tjetër, po ngjall vetin? Unë jam i lumtur. Është e bukur. Zoti ynë ka pushtetin me ringjall e me na ringjall. Sa i madh është Zoti ynë i dëftuar për Krisht në Jezu Krishtin. Ai që për ne vdiq në drurin e kryqit, atë sot ne e këndojmë Aleluja. Po Krishti është me të vërtetë ngjallur dhe ne jemi dëshmitarë të kësaj. Ja, shpadhim këtë lajmë vendit tonë, që akoma ka nevojë të përjetoj kalimin nga anata e errët e ideologjive, në atë të dritës së shpresës. Të shpadhim familjes shqiptare, që jo radhëherë ende të pengë e një shoqërie që po harron vlerat e harmonisë dhe ngrohtësisë. Le t'u shpadhim brezave të ri, që fatkeqësisht sot nuk kanë shumë busulla të qarta dhe koherente që t'i marrin përdore me dashuri dhe përkushtim, me durim e me përkujdesje për të mos mbetur viktima të zgjedhjeve të menjëhershme e pa sakrificë që propozon bota e sotme, shpeshherë virtuale dhe mashtruese. Të dashur vëllezër e motra, anë mban, ju ftoj që në këtë natë jete, ta ndezim qiriun e pashëve të Krishtit të ringjallur dhe gëzimi ynë të arrijë në shumë zemra të tjera dhe të ndezë në to dritën e shpresës që nuk zhgënjen. Krishti është ngjallur, Aleluja. Por të dashur, me lutjet tona të përbashkëta, ta ndihmojmë shpresën e lumtur të vëllezërve tanë që Ati gjithpushtetshëm në mëshirën e vet t'i përcjell drejt gurrës së rilindjes. Ta thrasim me përvojtëri hirin e hyjit të gjithpushtetshëm mbi këtë gurrë, që ata që do të rilindin nga kjo të bashkohen me bijtë e birësuar në Krishtin. O Zot, ki mëshirë, o Zot, ki mëshirë, o Krisht, ki mëshirë, o Krisht, ki mëshirë. Himnët janë himnët që kujtojnë nga vjetën e vjetër, nga vjetën e re, nga jetën e Krishtit, nga kryqëzimin, gjithë ngjarjet, edhe na përgatisin për ato moment që do fikin pas pak minutash, tani do fikin gjithë dritët, do jetë errësirë total, edhe pastaj kryebiskopi do dalë me një qiri
edhe nga ajo një dritë do ndezën gjithë dritët e tjerë. Edhe kjo është simbol shumë e bukur e realiteti, që është vetëm Krishti që është drita, është vetëm nga Perëndia që vjen drita, edhe pastaj ai ndan dritën me gjithë botën. Edhe që kjo është simbol shumë e bukur që presim tani për pak minutash, për që edhe himnet janë shumë të bukur tani, që kujtojnë profecit, kujtojnë ata që kemi diskutuar nga Dhjetën e Vjetër, kalimin e detin e Kuq, kalimin nga sklavëria, nga sklavëria e Egyptit, në sklavërinë e djallit, nga sklavëria e djallit pra, në atë që vetë Jezu Krishti pësoj me jetën e tij të mbi natyrshme. Kujton edhe histori që kemi lexuar në liturgjinë në mëngjes sot, që lexuam gjithë profecia e Jonait, që është një histori e njeri që kishte një thirrje nga Perëndia të shkojë dhe të predikojë lajmin që Perëndia kishte dhënë, ai arritise dhe përpiqej të shkojë në një drejtim tjetër, që ai është hëngër nga një ballon, një peshk i madh, edhe që ai kaloi 3 ditë atje, edhe pastaj është quar në misionin e tij, edhe është një imazh e ngjalljes. Profesor, tani ju lutem regjia të kalojmë në katedralen e Shëmpalit për të marrë, si thua ato, momentet e fundit të lutjes së arkipezhit që ndoshta është në përfundim të ceremonisë, po të jemi drejt për drejt. Jemi drejt për drejt pra me katedralen e Shëmpalit, ku tashmë ceremonia gëzim të madh që na sjell kjo natë shenjtë të Pashkëve të forcuar në besim nga dëgjimi i fjalës. Ti lutemi me fe të gjallë hyjit i cili dëgjoi lutjet e birit të vet, që të shikoj me mirësi dhe mbi volgëlsinë tonë. Të lutemi së bashku duke thënë: O Atë na dëgjo. O Atë na dëgjo. Për kishën, bashkësinë e lindur nga Pashkët, që t'i shpall botës lajmin e mirë të shpëtimit, që lind nga mundimet, vdekja dhe ngjallja e Krishtit. Të lutemi. O Atë na dëgjo. Për autoritetet dhe përgjegjësit e kombeve, që të dinë të ndërhyjnë atje ku ka vuajtje, shtypje dhe skllavëri. Të lutemi. O Atë na dëgjo. Për të gjithë ata që sot kanë marrë pagëzimin dhe të gjithë të pagëzuarit në Krishtin e ngjallur, që të jenë të çliruar nga mëkati, për të jetuar jetën e re. Të lutemi. O Atë na dëgjo. Për të gjithë ne, që kemi marrë pjesë në përkujtimin e ngjarjeve të mundimeve të Krishtit, që të dimë të jetojmë këtë Pashkë si një ndodhi kthimi. Të lutemi. O Atë na dëgjo. Për mbar botën, që ta gëzoj paqen e vërtet, të dhuruar prej Krishtit të ngjallur. Të lutemi. O Atë na dëgjo. Për ata që vuajnë, që pikëllimi i tyre të shndrohet në gëzim, të cilin askush s'mund t'u marrë. Të lutemi. O Atë na dëgjo. O Atë që në ringjalljen e birit tënd zhduk çdo frikë dhe bëj të mundur që zemra jonë nuk guxon të shpresoj, bëj që çdo njeri që e quan veten të krishterë të ripërtërihet në vullnetën e vepra me besimin e atij që në pagëzim ndjehet i ngjallur nëpër Krishtin Zotin ton. Pranoj po të lutemi o Zot lutjet e popullit tënd bashkë me kushtet e flijuara, kështu që në fillimin e mistereve të Pashkëve me hirin tënd të na vlejnë për jetën e amshuar nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. T'i lartësojmë zemrat. Të falenderojmë Zotin hyjin ton. Për një mendë shpunë e denjë dhe e drejtë, është detyra jonë dhe burim shpëtimi të të lëvdojmë ty o Zot në çdo kohë, por sidomos të madhërojmë më me hare në këtë natë kur u flijua Krishti Pashka jonë. Dhe një mend ky është qëngji i vërtet që i shleu mëkatet e botës, duke vdekur e shkatroi vdekjen tonë, duke u ngjallur na përtëriu jetën,
Prandaj njerëzimi në mbar botën galdon me haren e plot të pashve, por edhe fuqitë e epërme dhe pushtetet angjëllore e këndojnë himn lavdis sate duke thënë pa pushim. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Denis in cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna. Prandaj, o Zot, duke përkujtuar mundimet shpëtimtare të birit tënd, si edhe ngjalljen e tij të madhërueshme dhe ngjitjen e tij në qiell, e duke pritur ardhmën e tij të dytë, po ta kushtojmë me falënderim këtë flitë të gjallë të shenjtë. Po të lutemi, o Zot, shikoje kushtin e kishës sate dhe pranoje përflime të cilën deshe të pajtoheshe me ne dhe bëj që ne të cilët po ushqejmë me korpin e me gjakun e birit tënd, të mbushur me shpirtin e shenjtë, të bëhemi në Krishtin një trup e një shpirt i vetëm. Në sajet e ti u bëfshëm për ty një fli amshuar, që bashkë me të zgjedhur dhe të ut, të fitojmë lumëturin e parajses, së pari me të lumen Mari Virgjër e Hyllindese, me Shenj Josefin fatën e saj, me shenjtë apostujt e tu dhe me martirët e lumë, me Shenj Palin, Shenj Luqin, Shenj Teresa Kalkutes, të lumet tanë Vincenz Pendushi dhe shok martirë dhe me të gjithë shenjtërit, me ndëmëtesinë e cilëve, shpresojmë që gjithmonë të kemi ndihmën tënde. Po të lutemi o Zot që kjo fli e pajtimit ton të vlej për paqen e shpëtimin e mbar botës, forcojen e fe dhe dashuri kishën tanë dhe udhetare mbi tokë. Bashkoj me shërbetorin tanë papen ton Francesku, me i peshvin ton Arianin, me urdhrin i peshvor, me gjithë klerin tanë, si edhe me popullin që ke fituar për vete. Dëgjoj lutjet e familjes sate që ke thirrur në pranin tënde, bashkoje me ty, o ati me shirëshën, të gjithë bitë e tu të shperendar në përbot. Pranoj me mëshirën pran vetes në mbretërin tanë dhe voleziri tanë në motat tona të vdekur, edhe të gjithë të drejtet që në paqe me ty kaluan nga kjo jetë, kush shpresojnë se edhe ne bashkë me ta do të gëzojnë për gjithmonë lumturin tande, ne për Krishtin Zotin ton, ne për të cilin i jep botës çdo të mirë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o atë hyj gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shenjtë, të qofdon dere e lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Të nxitur nga urdhri shëlbuesit dhe si pas mësimit të tij hyjnor, marrim guxim të themi: Ati hyj që je në qelë, ushe ndërlohet e mbyll, arbretëria jote, u bëhu besa jote, si në qelë.
Na liro, po të lutemi o Zot prej të gjithat këqijave, dhe për mirësinë tënde na jep paqen e ditët tona, e në saj të mëshirës sate, do lirohemi përgjithmonë prej mëkatit. Ja qëngji hyjt. Jezusi, që shlyen mëkatet e botës, lum ata që janë të ftuar në tërezën e qëngjit. O Zot, nuk janë i drejtë që marr pjesë të tërezën e tënde. Moment të shejtë të kungimit, të ta marrin kungimin për herë të parë në ufitet, në ndëdukje, e pastaj gjithë besimtarët tjerë. Ju qeni sipër, mos lëvizni, do vi një prej fshatje sipër.